Një ekspozitë e veçantë është çelur në ambientet e Muzeut të Arsimit në Korçë, e titulluar Shqipëria dhe i dashur, kushtuar këngëve patriotike shqiptare. Aktiviteti u zhvillua me bashkëpunimin e Bibliotekës Thimi Mitko dhe Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Korçë. Gjatë aktivitetit pjesëmarrësit u njohën me përmbledhje, botime dhe autor të këngëve më të njohura patriotike shqiptare, të cilat ndër vite kanë forcuar dashurinë për atë dheun, kanë zgjuar ndjenjën kombëtare dhe kanë përcjell jehonën e gjuhës së bukur shqipe. Ideja e ekspozitës qëndron te këngët patriotike, të njohim autorët, tekstshkruesit, kompozitorët, duke filluar prej Azdrenit, apo Koltomorës, apo Thanas Floqit, Parashjeviq Iriazit e shumë të tjerë, të cilët janë autor të këngëve të njohura patriotike të kanë shënuar në historinë e arsimit shqiptar, në hapjen e shkollës së parë shqipe, në përhapjen e identitetit kombëtar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të njohur nga të gjitha brezat, duke filluar nga më të vegjëlit dhe deri tek më të vjetrit. Aktiviteti synon të ruajë dhe të promovojë vlerat e trashëgimisë kulturore dhe historinë e këtyre krijimeve që kanë shoqëruar periudha të rëndësishme të historisë shqiptare.